Të dashur teleshikues, ju përshëndes, po fillojmë edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Kryeministri Edi Rama zhvilloi sot një takim me fermerët në Divjak për skemën kombëtare 2026. Të ngrihen ndërmarrjet e përpunimit, sepse financimet janë, u shpreh Rama. Garancia sovrane ofron 1 miliard euro mbështetje për fermerët. Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar ditën e sotme një takim me fermerët në Divjak për skemën kombëtare 2026. Në takim ishte e pranishme edhe zëvendës kryeministrja dhe ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Edi Rama deklaroi se qeveria ka vendosur në dispozicion të fermerëve garancinë sovrane e cila mund të shkojë deri në 1 miliard euro, por që nuk është shfrytzuar sa duhet nga fermerët. Kryeministri theksoi se antarësimi në Bashkimin Evropian kërkon plotësimin e kritereve të sigurisë ushqimore të Bashkimit Evropian. Ndërsa për financimet, ai u shpreh se janë vënë 250 milion euro për fermerët në banka që të shkojnë dhe të marrin kredi me përqindje të ulët, pa ashtu edhe fonde nga Bashkimi Evropian. Ne kemi vënë dispozicion të bujqësisë 250 milion euro që mund të shkojnë dhe 1 miliard në rast se do të konsumohen përmes Bankës Shqipërisë në bankat e nivelit 2, ku të gjithë mund shkojnë dhe të marrin kredi që janë me garanci nga shteti, dhe ku normat e interesit janë shumë më të ulta se sa normat e interesit në bankat e nivelit 2, kur shkohet jashtë kësaj garancie. Gjithashtu kryeministri Rama foli edhe për ngritjen e ndërmarrjeve të vogla të agropërpunimit nga fermerët në bashkëpunim me bashkitë. Bashkë me bashkitë duhet që të gjithë ata që kanë interes, një grup ka interes të bëjë një përpunim nuk e di domateve, një grup tjetër do të bëjë përpunim të frutave, të krijojmë ndërmarrjet e përpunimit, ku bashkit janë thjesht dhe vetëm garante të financimeve për të marrë këto fonde. Besoj që nuk është e vështirë në rast se fokusohemi te kjo. Duket e pamundur në rast se presim që çfarë kemi nevojë na sjelli llokum shteti nga buxheti. Në takim, pati edhe debate mes fermerëve dhe kryeministrit. Kjo nuk ekziston. Jo. Të lutem. Ministri Bujqësisë Andi Salla, që mori pjesë në këtë takim, theksoi se deri më tani janë zhvilluar 18 takime me fermerët në qarqe të ndryshme të vendit, nga 23 të planifikuara gjithsej, duke nënvizuar se dëgjesat do të vijojnë në çdo qark. Banka e Gjakut të Lushnjës në bashkëpunim me Bashkinë e Lushnjës organizoi dhurimin e gjakut në ambientet e bashkisë në ndihmë të fëmijëve talasemik. Të dhurosh gjak është ndjesia më e bukur pasi ndihmon dhe shpëton jetë, tha drejtuesi i Policisë Bashkiake, Mariano Prifti. Banka e Gjakut të Lushnjës në bashkëpunim me Bashkinë e Lushnjë organizoi në ambientet e bashkisë si çdo vit dhurimin e gjakut nga punonjësit e bashkisë dhe Policisë Bashkiake në ndihmë të fëmijëve talasemik dhe jo vetëm, pasi nevojat për gjak në zonën e Lushnjës janë të mëdha. Mirali Zoti, mjeke transfuziologe pranë Bankës së Gjakut Lushnjë, tregon se është ulur numri të sëmurëve talasemik që trajtohen në këtë bankë gjaku. Mjekja u bën thirrje qytetarëve që të dhurojnë gjak, se është një akt human që shpëton jetë. Ne sot jemi organizuar në bashkëpunim Banka e Gjakut me Bashkinë e Lushnjës për të kryer një sesion dhurimi gjaku, që kjo gjë është bërë traditë tashmë në Bashkinë e Lushnjës çdo vit në ndihmë të fëmijëve talasemik, pasi Lushnja njihet si nga zonat e prekura për hemoglobinopati, duke përfshirë talasemi, drepanocitozën dhe sëmundje të tjera, të cilat kanë nevojë për transfuzion gjaku, dhe kjo është jetike për pacientët tanë. Dhurimi i gjakut është jetik dhe Banka e Gjakut të Lushnjës nuk mbulon vetëm talasemikët, por mbulohen edhe në rast aksidenti që shpëtohen jetë dhe ka nevojë për gjak në raste të ndërhyrjeve kirurgjikale, kështu që çdo njësi gjaku është e vlefshme dhe shumë e çmuar për ne.
Unë do ftoja çdo njeri nga mosha 18 deri në 65 vjeç që është i shëndetshëm, që gëzon shëndet të plot, sepse dhurimi i gjakut jo çdo kush mund ta bëj dhe është fat që të dhurosh gjak. Kështu që çdo person që është i shëndetshëm dhe ndihet mirë, është i mirëpritur që të na bashkohet në çdo kohë pranë bankës së gjakut për të dhuruar gjak, sepse është një akt human që realisht shpëton jetë. Drejtuesi i policisë bashkiake Mariano Prifti gjithashtu dhuroi sot gjak dhe e quajti këtë veprim ndjesia më e bukur pasi ndihmon dhe shpëton jetë. Është e parë këtu në bashki që i përgjigjem thirrjes për dhurim vullnetar. Kam vënë përpara gjak, domethënë është ndjesia më e bukur në botë, le të themi, se vetëm ideja dhe domethënë gjëja që ti po ndihmon, le të themi, dhe po shpëton jetë edhe po ndihmon dikë që është realisht në nevojë, është diçka që të bën ty të ndihesh mirë dhe sa më të motivuar për ta kryer këtë proces. Jam përgjigjur thirrjes së bankës gjakut edhe patjetër organizimit të bashkisë Lushnjë për të dhënë gjak. Dhe ishte një eksperiencë shumë e bukur. Ideja është që të gjithë duhet dhurojnë gjak. Kjo është për të mirën tonë, është për të mirën e njerëzimit, nuk i dihet jetës si vjen. Gjithë secili duhet të japë një kontribut sado të vogël për të gjithë njerëzit e tjerë. Frenohet eksporti i perimeve të stinës për rreth një javë në Lushnjë dhe Divjak nga greva e punojësve të transportit në rajonin ton, gjë që ka sjellë probleme financiare si për grumbulluesit, ashtu edhe për fermerët. Greva e punojësve të transportit në rajonin ton ka sjellë frenimin e eksportit të perimeve të stinës për rreth një javë. Aktualisht, fermerët e Myzeqes eksportojnë lakër, lule lakër, presh e perimet e tjera të stinës. Në rajonin bujqësor Lushnjë Divjak funksionojnë 34 pika grumbullimit të prodhimeve të fermerëve, prodhime të cilat eksportohen. Greva e kamionistëve në Maqedoninë e Veriut dhe Maltëzi ka ndaluar këtë aktivitet për shumë grumbullues, duke sjellë probleme financiare si për grumbulluesit, por edhe për fermerët të cilëve u ka mbetur prodhimi në fusha. Normal që na ka penguar sepse puna jonë lidhet drejt për drejt me eksportin. Domethënë, na ka penguar ne, ka penguar edhe fermerët, cilët nuk kanë pas ku ta çojnë. Dhe tani rrugët janë hapur, shpresoj mos kemi më këta probleme. Sepse kjo ka qenë prej rreth 6 ditësh e bllokuar. Kjo neve na pengon shumë. Për arsye se bjen gjithë fshatarë të prodhim, ne themi të ta çojmë atje jashtë kur vjen ata rruga është e bllokuar. E neve na ngel prodhimi këtu jashtë siç e shikoni ju, edhe këtu, edhe lakër, edhe presha morëm nga gjitha prodhimet që bjen ata. Është vërtet që kjo greva na ka penguar diçka. Ka penguar transportet nëpërmjet Ballkanit për në Evropë, por ka patur dhe alternativa të tjera nëse do ishte e nevojshme, si për shembull nëpërmjet Greqisë në doganë e Kakavijes ose nëpërmjet portit Durrësit, edhe që aty pastaj kalonin për Evropë. Por nuk është se ka qenë shumë e nevojshme për arsye se në këtë moment nuk ka patur eksporte, nuk ka patur kërkesë për produktet tona. Është problem kjo punë e transporteve, por problemi më i madh është në cilësia e farave dhe e plerave që qarkullojnë këtu në Republikën e Shqipërisë, që realisht duhet merret qeveria jonë me këtë pjesë, pastroj tregjet nga farat që nuk mund të shiten ose mund të konkurrojnë në tregjet e BE-s. Banorët e fshatit Varibob në Fier kanë protestuar sot për shkak të mos investimit në rrugën prej 2 kilometrash e dëmtuar prej dekadash, në të cilën nuk kalojnë dot, duke vështirësuar jetesën e përditshme të 100 familjeve të fshatit. Dhjetra banorë të fshatit Varibob, pjesë e njësisë administrative Cakra në Fier, janë ngritur ditën e sotme në një protest, për shkak se amortizimi i rrugës prej 2 kilometër është e pakalueshme pothuajse në gjithë gjatësinë e saj. Sipas tyre, rruga është lënë në harresën e investimeve prej dekadash, por është përkeqësuar më shumë pas punimeve të kryera nga ujësjellsi 2 vite më parë. Kemi 30 vjet, vjen sa për fushat, ja. Edhe ne rrugë zhavore kemi mbajtur vet, edhe ujësjellsi si e ka bërë gropa, s'kalon dot, janë 20 fëmijë që vjen në shkollë. Nuk vjen dot shkollë se Natallin se jemi me bal. Është turpe 2026, ç'a bën kjo bashki e Firit? Është një nga bashkitë më të mëdha në vend. Për të vjedhur e kanë mendje. Rreth sa familje janë 100 familje. Te kjo lagja Lula, janë rreth 100 familje. Unë e ka shtruar me lekët e mia. Si ka mundësi që vjen ai na e ujësjellsi, vjen ujësjellsi e prish. Tani janë lek, makinë nuk blen dot.
do të blesh një makinë nuk e blen dot. Jemi taksapagues të rregullt, thonë një zëri banorët, teksa theksojnë se dëmtimi i rrugës u ka vështirësuar së tepërmi jetesën e përditshme 100 familjeve. Fëmijët mezi çojmë në shkollë, thot një prej banorëve, ndërsa shërbimet e emergjencës, ambulanca apo zjarrfiksja e kanë të pamundur të kalojnë në këtë rrugë gjithë gropa. Kam 2 fëmijë që vjen në shkollë, edhe ikin kem. Rruga është shumë keq. Është baltë, është me ujë, me kanale, shumë e keqe, e prishur. Për mjetet, për fëmijët që ikin në shkollë, më shumë. Për çdo gjë, 2025 atë kërkosh rrugë, është turp një herë. 2 kilometër rrugët, besh kaq protesta, është turp. Nuk është e parë që ju protestoni për rrugë. Është turp për ata. Kemi vajtur kaq herë, te komuna jonë, te bashkia ka ardhur vetë Armando Subashi këtu. Edhe mos të shtrohet rrugat, të premtojnë gjithë ata veta, edhe mos ta shtrojnë, është turp. Na premtuan në atë kohën e fushatës për atë asfaltin, leqinjën na gënjën, u bëm keq. Përballë kësaj situate, ata kërkojnë ndërhyrje të shpejtë për sistemimin e këtij segmenti rrugor jetik, gjendja e të cilit po i largon njerëzit nga zona. Ndërkohë, sipas informacionit të marrë pranë Bashkisë Fier, sistemimi i këtij segmenti rrugor është planifikuar në projekt buxhetin e vitit 2026, ndërsa rikonstruksioni të plot do t'i nënshtrojnë të gjitha rrugët problematike të njësisë administrative Cakran. Vodhi parat në një farmaci në Fier. Policia e Fierit arreston 25 vjeçarin. Reagimi i shpejt i policisë së Fierit identifikon dhe çon në pranga 25 vjeçarin që vodhi me forcë një shumë parash në një farmaci në lagjen Liri. Sekuestrohen një pjesë e parave që vodhi 25 vjeçari dhe veshjet që ai ka patur gjatë vjedhjes. Sipas njoftimit të policisë, si rezultat i hetimeve të kryera nga specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Fier, pas kallëzimit nga punonjësia e një farmacie për vjedhjen e një shumë parash, në farmaci u identifikua, u kap dhe u vu në pranga autori i dyshuar, shtetasi IG, 25 vjeç, banues në Fier. Ky shtetas dyshohet se ka vjedhur me forcë 126.000 lekë në farmacinë në lagjen Liri. Një pjesë e shumës së parave dhe veshjet që ka patur autori gjatë vjedhjes janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprën penale vjedhja. Policia e shtetit u ka bërë thirrje qytetarëve të kenë kujdes nga mesazhet mashtruese online pasi janë oferta të rreme për kredi. Policia e shtetit nëpërmjet drejtorisë së hetimit të krimit kibernetik informon dhe ndërgjegjëson qytetarët në lidhje me rastet e mashtrimeve online, që kanë të bëjnë me oferta të rreme për kredi. Policia bën me dije se janë evidentuar raste kur persona të panjohur përmes faqeve të dyshimta në internet, rrjeteve sociale apo mesazheve elektronike paraqiten si përfaqësues të institucioneve financiare dhe i nxisin qytetarët të aplikojnë online për kredi, me qëllim përfitimin monetar në mënyrë mashtruese. Këto oferta janë mashtruese dhe synojnë përvetësimin e të dhënave personale dhe financiare të qytetarëve. Policia e shtetit këshillon qytetarët që të tregojnë kujdes të shtuar dhe të mos dërgojnë para të dhëna bankare apo dokumenta personale personave të pa identifikuar apo faqe interneti të pasigurta. Përpara se të aplikojnë për kredi pranë institucioneve financiare, të verifikojnë gjithmonë informacionin, të komunikojnë drejt për drejt me personelin bankar, duke përdorur vetëm kontaktet zyrtare të publikuara në faqet zyrtare të bankave përkatëse, veçanërisht në rastet kur nuk kanë mundësi të paraqiten fizikisht në degët bankare. Qytetarët ftohen që çdo rast të dyshuar për mashtrim ta denoncojnë menjëherë pranë policisë së shtetit me qëllim parandalimin dhe hetimin e këtyre veprave penale. Policia e shtetit mbetet e angazhuar në luftën kundër krimit kibernetik dhe apelon për kujdes, verifikim dhe bashkëpunim nga ana e qytetarëve. Këto janë lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.